është noter i gjendjes humorit të kryeministrit. E them këtë për faktin sepse ka një seri ligjesh, siç e shprehen dhe kolegët, të cilët duhet të abrogohen. Dhe kjo ka ardhur edhe si rrjedhoj e raportit të AFET, edhe si kërkesë e kolegës Zhupa, e cila ka depozituar një projekt ligj për abrogimin e shtesave të ligjit 21/2024, e cila ka të bëjë me zonat e mbrojtura. Në datën 29 qershor, ka pasur një vizitë të një grupi eurodeputetësh, të cilët patën takim edhe me komisionin ton përgjegjës të burimeve natyrore të infrastrukturës dhe zhvillimit qëndrueshëm. Qëndrimi i tyre ishte i prerë, na e thanë ligjërat të drejtë, nëse nuk e zhbëni këtë ligj, ta harroni integrimin. Dhe unë shikoj këtu nga ana juaj që filloni dhe lëvizni me çështje procedurale të rregullores. E keni fut se keni fut. Ndërkohë këtu nuk ka vullnet politik. Dhe nëse ka vullnet politik, hajde ta zhbëjmë. Po ju nuk shpreheni fare si mazhorancë nëse keni qëndrimin për ta zhbërë këtë. Ka një reagim të gjithë eurodeputetëve. Në një masë të madhe, erdhën dhe vizituan edhe Zvërnec. Dhe kishin konstatuar që ishin ndërtuar 7.5 kilometra rrugë brenda në Zvërnec. Pra punimet vazhdojnë. Dhe Edi Rama kërkon të na vej para faktit kryer lidhje me këtë zonë. Ndërkohë që duhet zhbëhet kjo zonë dhe duhet ndalohen punimet. Ky është qëndrim jo i yni, ky është qëndrim i Parlamentit Evropian. Ndaj, unë do të kërkoja zoti kryetar ta fusim me procedurë të përshpejtuar. Të shqyrtohet, kemi ende 10 ditë nga përfundimi i këtij sesioni për ta zhbërë këtë ligj. Dhe e dyta, edhe në zbatim të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Ka lënë një afat gjykata kushtetuese datën 30 korrik për pjesën e shtesave të pagave të magjistratëve. Ende nga qeveria nuk është marrë asnjë masë. Ende nuk ka hyrë në rendin e ditës. Ne përveç qëndrimeve që sfidës që i bëjmë Parlamentit Evropian, i bëjmë sfidë edhe gjykatës kushtetuese. Ju faleminderit. Faleminderit. Fjala për zotin Samir Koreshi. Procedurë. Po, faleminderit